Komentojmë bigun së bashku. Sot është data 7. Po, 7 më duket. Me qëra fjalla nuk e kam parë akoma dasmën e Brikit dhe Mateos. Dua ta shikoj edhe që ta komentoj. Edhe vetëm me sola. Po pikërisht pra, po prap. Është dakord se ka pëlqyer shumë. Është lodhur nga këmbë. Me taka pra, po të fare për mos vish taka, po ti me taka. Po ti 2 metra i gjatë, unë shkova pa taka ti visha këtu pastaj. Ti duhet të e bukur Monika, ose vrit mendje. E vërtet. Si to thonin dasëm, Briteo më në fund i dhan po njëri tjetrit. Jo të gjithë banorët. Më në fund. Më falni se po ha. Deri diku është e vërtet, për të arritur finalen është. Por unë mendoj se dhe kam përqind për njëri tjetrin, pra është të dyja dhe duan njëri tjetrin, por edhe kanë qef si të shkojnë të dy në finale, sepse më shumë përfitime ka për të dy. Pati ka dhe një deklaratë pazakon nga ana e tij për Selin, dhe jo nga ato që jeni mësuar ti dëgjoni. Tjetër komplet. Një deklaratë e Monikës në takimin e shkuar me qenë sera fjala tek Selin, i solli në vëmendje krevatin e famshëm, o krevetin, do thoshte Juela, të famshëm të këtij edicioni, sonte për herë të parë pas akuzave të Mirit dhe Selin kundër njëri tjetrit, vllai i madh ka vendosur të tregojë për herë të parë të gjithë dinamikën se çfarë ka ndodhur në prajmin e parë kur e gjithë kjo e krevatit kush kërkoi kë, kujt i tha kush çfarë gjëra si këto, cilat kanë qenë në gojën e të gjithëve për gjatë gjithë këtyre ditëve. Një prej banorëve më të rëndësishëm të asaj shtëpie, edhe pse tet kanë ngjitur. Thua e do interi sepse mund ta ketë fajt mirë. Linjën e jetës dhe do të dalë nga shtëpia për një surprizë krejt emocionuese dhe komplet larg mendjes. Për të paktën. Po, të jeni bindur ne këtu në studio dhe juve nga shtëpit, pavarësisht nga çfarë përmasa ekrani përdorni për të parë Big Brother, do e shijoni shumë. Ndërkohë, kemi një televotim aktiv mes Edisës, Juelës dhe Shëndritit, kush do të lërë shtëpinë sonte. Unë shpresoj të dalë Shëndriti, por mendoj se do dali Edisa, sepse Shëndriti i duhet Selinës, sepse po ikur Shëndriti, Selina ngelet vetëm, dhe ata s'mund ta lënë Selinën vetëm. Dhe aty brenda janë ende goxha, janë ende 8, kemi vetëm një finalistët zgjedhur nga publiku, Selin, sonte, The Queen. Njëri mes Shëndritit, Edisës dhe Juelës, nuk do t'jetë i vetë Selina që nga shumë e nerva sot. Sepse do të kemi një televotim të dy fish dhe njëri prej atyre që shikoni në ekran për Selin mund të lërë gjithashtu shtëpinë sonte. O do të lërë absolutisht shtëpinë sonte. Më të them që e veshura më bukur këtë vit është Selin, gjithë veshjet që ka pasur super klas. Super të bukura. E veshura më mirë për mendimin tim këtë vit. Në gjithë botën, shikoni digital në çdo skaj të globit në aplikacionin digital me kanalet kombëtare, ndërkombëtare, sport, filma, seriale që gjeni në video librerin më të pasur. Përfitoni dhe abonohuni tani me çmimet promocionale me ulje deri në 10.000 lekë gjatë gjithë këtij muaji, sepse kush ka digital i shikon të gjitha. E mos harroni nëse abonoheni tani për pjesën e ngelitur. Unë s'kam digital. Të dyja kanalet i shikoni gjithashtu falas. Shkojmë në shtëpi dhe i themi mirëmbrëma yje dhe tanë. Mirëmbrëma yje! Mirëmbrëma yje! Votoni, ta bëj si Blendi Fevzio. Kush e thot më bukur mirëmbrëma yje? Arbana Ledioni, Arbana Ledioni, Arbana Ledioni. Votoni në komente këtu për videos. Votoni, votoni, votoni. Mateo që kur është martuar është i buzëqeshur vesh më vesh. Ai sa herë shef Brikenën është ashtu, por sot pas ka një dritë tjetër. Selin ti e bërë si ajo
Mirëmazez, ë? Ka Juela që të dishëm 3 mirëmazez, kështu që ma kanë ndjedhur duken sot. Meqense përdore një alegori të fushës tënde, ti I ke brenda edhe të zezën edhe të bardhën, si Natalie Portman të filmi, apo vetëm... Unë kam treguar mirë të zezën e të bardhën, po kam treguar edhe atë Ylber që s'ka dalë akoma. Okej. Jeni afër fundit, Selin është e vetmja e sigurt në finale, pjesa tjetër presin ende në ankth sonte Juela, Edisa dhe Shëndriti. Nuk e kuptoj pse Juelën nuk e lyen bukur asnjëherë. Maksimumi mund t'jetë lyer një herë mirë, herët e tjera jo. Nuk e kuptoj pse, se ajo është super e bukur pa tualet, imagjino ta lyejm bukur. Nuk e kuptoj pse del aq keq. Mua me erdhi keq nuk munda të isha personalisht aty, di që do të kishit shumë dëshirë të më kishit, edhe unë do doja shumë të isha, po fizikisht nuk ndodhesha në Shqipëri, me shpirt e me zemër, ju kanë ndjekur gjatë gjithë kohës, më rroftë që ika se ngila me celular në dorë, domethënë. Takove tezën Brikena, a? Po, Ledion, jam emocionuar shumë kur e kam pas, se është një ndër tezet e mia e cila është pak më e rrep. Edhe kur e pash që po vjen teza jam, nuk e di, diçish ma ka një farë ndjenje si në shpe, dhe jam ndiq shumë mirë, faleminderit shumë vllajt marrë për këtë surprizë. Ore, ti shikoj pak Unazat? Unazat e Argendarimi Luna, e cila gjithmonë ka qenë pranë çdo çifti në çastet më të rëndësishme. Dhe kësaj here ka sjellë përsëri magjinë e saj në Big Brother, duke surprizuar Brikenën dhe Mateon me Unazat. Mua Unaza e Brikenës më pëlqen shumë, sepse këto lloj unazash mendoj se janë më të bukurat. Kjo e Mateos e thjesht imitimi Cartier, po kjo e Brikenës më pëlqen shumë. Se edhe ti që po na ndjek nga ekrani, po pret momentin tënd, bëj atë të paharrueshëm me Argentina. Edhe një unaz që ka Jona, më duke, Jona Spahiu apo Sherina, nuk e di. E ka, më duke, Fejesës, po e ka me 3 gur, po pak të mëdhenj. Po prap vetëm 3 gur edhe duken shumë e bukur, më pëlqen shumë. Ka marrë molli për gruan, edhe këtë e kam vesh me 14 shkurt, kështu që puthe për qafoj. Ua! E ka marrë malli për gruan. Ore, nuk besoj ke ndenjur ndonjëherë ka gjatë pa gruan, jo? Patjetër jo. Asnjëherë, edhe besoj s'du me nejt kur ma, vetëm për nollin e gjatë kështu. Miri, ti ke ndenjur ndonjëherë ka gjatë pa bashkëshorte? Pa komunikuar po. Po, Jo, do më thënë si ta si bie. Pa komunikuar jo ka gjatë, po pa u takuar po. Isha fizikisht më shumë. Po pra, fizikisht, pra, keni ndenjur mirë fizikisht pa u takuar kaq gjatë. Kam ndenjur sepse ka qenë një moment i 2020-s që ishte e Covidit. I Covidit, po, e drejtë. Ajo që janë ndejti këtej, besoj. Ngela këtej, sepse erdha para se të mbyllesh i kufit. Dhe u takuam mas 4 muaj, 5 muaj, kështu që... Kështu që ti e ke kaluar një E kam kaluar, po jo pa folur, Po pra, se të paktën flisnit në telefon, komunikoni dhe kështu me radhë. Imagjinoj se sa e vështirë mund të jetë. Ndërkohë, dua të flasim pak tani për... Po, si bërë ashtu Ledioni kur tha sa e vështirë mund të jetë. Këtyre ditëve, por nëse duam ta marrim ashtu edhe një lloj kryefjale e këtij Big Brother, jo të paktën njëra prej. Për këtë histori ku shumë prej banorëve aty brenda kanë ende pikpyetjet e tyre, shoh një plan të parë të Juelës, e cila natyrisht është një nga njerëzit më mosbesues brenda shtëpisë kur vjen puna për raportin e dashurisë mes Brikenës dhe Mateos. Për këtë marrëdhënie mendoj se Juela e ka egzageruar kot. Nuk e meritojnë ata të dy që ajo t'i sulmoj tek dashuria. Në fakt mendoj asnjë nuk duhet sulmoj atë çka tjetri ndjen në zemër. Ti nuk e di asnjëherë dhe gjithmonë mund të jesh i gabuar. Nëse shohim klipin. Brikenën e kishin lyer shumë bukur. Fustani për mua unë s'do ta visha kurrë fustan të tillë, shumë herë më të thjesht. Po për të lyer e kishin lyer shumë bukur dhe dukej shumë bukur.
shtëpisë për ta shpëtuar. Briken, po, Personalisht du me shku atje. thjet. Është një rejtar si ke tjertë dhe nuk e veçaj, as nuk e njëraj, është të më po neutral. Gjë është fitos besimi, gjë është keq besim, po zonë s'po them. Nuk kam... Si do të vi. Unë ty s'kam besim, as kom pas as të jetë besim. Nuk kam marrë dotës me shpat dorë, as me pas armike. Kemi shkëmbys ca mesazhe, Edhe kemi shkëmbyer putin. s'ka pasur as puthje as përputhje. Kanë qenë familjar të Brikenës që kanë ndërhyrë Kishim vazhdim me u taku, se nuk na ndalon kusht. me qim nga të dy anët. Thjesht nuk ka pas përputhje. Të shtosh një njeri tjetër në vend të Stelinës, Duhe me heq Stelinën për këtij tregotimi dhe e kisha shtu në tregotim Mateon. Këtu ka humbur shumë pikë Brikena. Si e shikon Mateo Brikenën, duket që e pëlqen shumë i dashuruar dhe ato syt i shkëlqejnë. Dallohet që i shkëlqejnë. Briken rrinë për do. Briken. Përgjithsi duhe po për e pazaret. Kujdes shumë. Diri dhe nalë. X. Kalurin dhe vejtje. Jo. X. Se që fare X-e për që të vejti parë, thonë gja, o zbutë nërë. Që të e kam lëndu, e kam mërzit për në moment kërkoj shumë. Jo, kur që je djallë shumë e mirë, respekt. Që dhe me thranë, Të këtë gjë. e kam dhanë e mirë. Faleminderit. Dhe këtu humbi shumë pikë Brikena, se la Mateon si pyk mori bolin. Dhe ja jap një mundësi për të njoftë. Bolo, ky është bol? Realisht nuk më koncentru kur kam një person para ftyrën. Familja është me ju. Familja Briteo. të interesant atë. Pas ka folur me babin e Brikenës, si nuk e kam parë. Nejse. Nuk është se nuk e kam parë as në internet. Anche se i tuoi gesti dicono molto, so che nei tuoi occhi vedo il mondo. Ky është Big Brother i parë që unë nuk ja kam parë të gjitha Prime-et. Edhe nuk është se më intereson shumë, duket shumë një nga mëkatët që ekzistojnë. Se mendoj se produksioni e ka bërë lojën këtë vit dhe nuk e kam bërë banorët. E ka bërë produksioni. Asnjë tjetër. Edhe produksioni ka bërë, për mendimin tim, ka bërë shumë padrejtësi, sepse nuk i ka mbrojtur disa banor kur duhet i mbronte dhe nuk i ka sulmuar disa kur duhet i sulmonte. Brikena! Sa e mirë. Sa të mirë, më saktë. Unë jam shumë i sigurt për Hoqema, qofse bëj diçka, ta bëj se dua. Edhe kjo ishte ajo që doja. E ndij Mateon dhe e ndij me kohën e dashur me Mateos. Shumë nëse bukur. Brigena, a e pranon Mateon si bashkëshortin tënd? Dhe duke që ishte shumë e emocionuar.
Kur shoh dasmën e Brikenas dhe Mateos, më vjen shumë gjuna për dasmën e Selinës dhe Gimbos, sepse e prishin. Sa bukur, sa bukur. Nuk e di po kur emocionohemi ne që e shikojmë nga ekrani, vetëm mund Jo, unë nuk e emocionova me të drejtën, po ishte e bukur. Duke parë të montuar në kaq pak kohë, thuajse një jetë me njëri tjetrin, se ashtu kaluat. Nga armiq në miq më të mirë dhe burrë grua tashmë. Historitë e bukura kështu ja. Si në telenovela turke. Gjithë vështirësitë që kemi kalu, çdo moment i bukur, i vështirë, për plasje, debate, për qafime, edhe përfundimi më i bukur, s'ka të shpirë. Brikena thotë që jeta e një çifti nuk është rrushe kumlla, a Brikena? Po Lidia nuk është rrshekulla, edhe historia jonë ka ndodhur komplet krejt papritur, çdo gjë ka ardhur papritur, edhe unë jam shumë krenare që jam bashkë me Mateon. Gjithmonë Brikena është munduar ta ngrejë Mateon, gjithmonë është treguar shumë e kujdesshme, përveç pjesës së parë kur ai erdhi, por që gjithmonë gjithë kësaj kohe nuk është munduar ta ul asnjëherë. Atëherë Ledion, E ka injoruar, po jo ta uli. Tani, le të themi që dasma në vetvete si energji pati një energji shumë pozitive. Shqyr që e them. Prezenca e opinionistave Monikës dhe Arbrit, por unë personalisht nga çifti nuk është se pata emocione. Mateo Po pse flet kështu? Paga shumë ku krejt Nurin ja kishte marrë bukuria Brikenës, sepse normal Po patjetër renuncja është më e bukura. Nusja duhet duket më e bukur, jo Nuk i E varet. Duk shumë që e kishte gjithçka Brikena. Brikena. Dhe Brikena e ka zhvarrit, e ka kontrollu këtë situatë, e ka ditur që Mateo është aty dhe do ta kishte përdorur këtë kartën e dasmës. E qartë, e Për të disa? garantu edhe një farë vendi në finale. E disa? Unë i kam uruar jetë të lumtur. Atje. Kam thënë në qoftë se keni të vërtet, Zoti ju a sjell mbar, në qoftë se keni të vërtet, marrë për ju. Kështu që Mendoj se kjo është e dura, gjëja e durë për të thënë. Të është ajo që thotë Edisa, nëse kanë të vërtet, Jo, e kuptoj, po si e lexon ti, sepse unë e lexoj. diskutimet e këtyre ditëve e ke folur edhe këtë me Mateon dhe i ke thënë mendimin tënd sa i përket si të duket ty dasma në vërtet. dasma. Okej, të dasma mua më duket që është guri i fundit për shkuar te finalja nga njëri nga ata dy, po më shumë do t'i bëj punë Brikenës, sepse ajo ka qenë te çifti që e ka tërhequr, e ka shtyr, si ka dashur. Po, ajo që në në fakt vitet edhe mi, unë u ashtu luftonte dhe mendoj. pastaj avash avash. Që kjo dasëm i jep më pastaj shumë jo, përfitime pastaj Brikenës sa përputhen, jo, nuk se e sa kishin Mateos. Po prit se nuk e lejuan dajat, pastaj nuk ishte nevojë për dajat. Këtu u bashkuan, u larguan se ishte nominim, nga 90 gradë, u bën 0 gradë. Tani erdhi momenti të bëhet dasma për 24 orë. Tani Brikena aty e kishte mundësinë, kur ishte mundësia e vllajt madh që dha për dasmën, nuk kishte fare mendje për atë punë, si duket u ngroh më brapa, edhe vendosi që 4 ditë mbasi të shkojnë finale, të bëj dasmën për 24 orë. Sa herë jetë ka ndodhur që për shembull në fillim nuk janë përçy fare ose nuk kanë ndesh fare mja ditë për njëri tjetrin, edhe në fund kanë përfunduar, kanë bërë fëmijë bashkë, kanë bërë familje, gjitha gjanat, kështu që kjo gjë Po flasim për Big Brother, o Brikena. Po dhe Big Brother ka Jo, ndodhur. po flasim për Big Brother. Edhe Se Big qoftë Brother ju ka jeni, ndodhur. qoftë jeni të përputhen, e kam thënë, jeni çifti i darë për Këtu jemi Big Brother dhe ne komentojmë si në Big Brother. Për lojën e Big Brother. Kjo është lufta Por e nëse ju keni dashuri, imagjinatës. dhe fati ju bashkojnë në këtë edicion, se e keni provuar para 4 vjetësh edhe nuk ju lanë që të bashkojnë, nëse fati ishte Big Brother, lupsi ju, e gëzofshi jetën, edhe e si për qa du të ne diskutoj për lojën. Ata këtë shkuar gjitha, janë rregull. Selin, duke qenë se ti je e para që bëre dasëm këtë sezon edhe më pas pe një dasëm të dytë, si e përjeton ti këtë gjë dhe si qëndron në raport me çiftin dhe natyrisht mendimet e pjesës tjetër të banorëve, ata që mendojnë se është një manovër e tyrja për të ecur
drejt finales ose fitores. Atëherë Ledion, Dasma nuk ishte fare koment, e kemi super shqyuar, çifti ka qenë më të mirën e tyre. Më vjen shumë mirë që kam finalizuar marrëdhënien e tyre, nga ana Mateos e kam besuar gjithmonë, në këtë pikë e besoj shumë edhe Brikenën, sepse duke qenë emocionet edhe mënyra se si po dridhe me zor po nxirrte dy fjalë. Sa për pjesën e banorëve, më vjen shumë mirë që këtu kemi dy raste që gëzojnë një martesë të shëndetshme dhe japin shumë të mirë për çdo çift të ri. Siç është mirë dhe Rogerti, sa dhe për banorët, Dëgjojnë në momentin e Ledioni si je prime, sa dhe për banorët. Sa për pjesën e Juelës i kam vënë një epitet, Ledion, me që se më pyet edhe për mendimet e banorëve të tjerë, sa për i përket Juelës i kam vënë një epitet shumë bukur me se ajo personazhi neve na ka rritur, Genovefa, motra e Rushës. Të diti ke vënë epitetet të gjithëve. Po. Mundon, kështu të bukur në vetë. I ngjan pak Juela sa Genovefës? Është më frok zeza? Apo jo? Se di se më Mateos, që kjo e fundi nuk ishte fare, po fare koment, nëse te Dasma jo nuk ishte shumë njerëz, ne kemi energjia brenda. Po, kjo që po thot Selin tani për Juelën është e vërtetë që nuk ishte çfarë thoshte për këtë darsën. Dua të gjithë edhe pak Arbrin dhe Monika po e nis me ty. Mua pëlqeu. Nuk na isha për vetëm. Po atëherë çfarë kemi? Jo si nga si Ali, të diskutimi këtu pra, a është përfundimi i një raporti dashurie të vërtet apo është një mënyrë për të kapur Dashuria e vërtet. Dashuria e vërtet nuk ka për ta kuptuar as Miri, as Rogerti, as Bravo. Por unë di të them që në disa prime unë kam pasur dhe kam thënë gjithmonë që nëse deri në fillim ka qenë Brikena ajo që ka qenë se më e larguar ose më e shtot, primet e fundit Brikena kishte vërtet ndjenja sepse e mënyra se si nuk mendoj që është më e rrezikuara, sepse në fund ditës ju të gjithë çfarë jeni aty për mua e keni fituar në një farë mënyrë Big Brotherin, sepse është ajo, por nuk e shikoj në atë drejtim, unë shikoj një emocion që ajo kishte, unë shikoj një pozitivitet, shikoj atmosferë, shikoj emocion dhe nuk ka asgjë të keqe se ajo çfarë ka ndodhur që pretendojnë ata, le të vazhdojnë nëse puna saj qenë le të lejë karvani jetën përpara. Se nuk e qepa shtu që e të të gjendar. Po që në shtriur. Vetëm Majko, bravo i qoftë, është gruezonja që e banë. Bravo, kjo është shumë e vërtet. Është e zonja që ja bën Mateos 18. Rriti pak besueshmërinë në raport, i cili e pash duke u dridh gjatë kohës që ishte kurorëzimi. Gjithashtu mendoj që ka qenë një atmosferë e bukur edhe më vjen mirë që u përfshin të gjithë banorët. Së treti, Big Brotheri ka një fillim, ka dhe një fund, po jeta është më e gjatë se Big Brotheri dhe unë mendoj që të vërtetën e din ata në zemrën e tyre se cili ka qenë qëllimi. Kjo që thash unë në fillim, gjithashtu koha ka treguar që se di asnjëri çka ka në zemër. Mbaroi ky program në qafë paçin veten nëse kanë gënjur. Tani, unë duhet të shtoj këtu edhe faktin që do çifti cili krijon një marrëdhënie brenda atyre mureve, në një kuptim është disi i mbrojtur, është i mbrojtur nga bota jashtë, është tërkohës me njëri tjetrin. Pastaj kur del në botën jashtë shtohen edhe ca, në thojta halle të tjera. Në botën e jashtme, gjërat që do shtohen dhe që janë në rëndësinë më të lartë janë familjarët, që deri tani nga të dy palët e kanë marrë miratimin brenda shtëpisë. Mban me dy shumë. Po jo, vetëm familjarët, në fakti që njëri do ikin në punë, tjetri do vazhdojë ka një Patjetër, jo domosdoshmërisht, ata e kanë destinuar fatin e tyre, po është një tregues në lidhje me besueshmërinë e këtij raporti. Mirë pra se Brikena këtu në Shqipëri ose maksimumi në Kosovë do ta vazhdoj karrierën si fillim, pastaj mund të synoj pasarelat në përbot. Dhe po bë shumë e pasur ajo, Mateo e ka trajnerin e saj personal. Që u përkujdes për të dasëm, aty të dasmat marrin kuptimin
e një prallë Mateo të hap vërtet, një siç ishte ajo që pam në palestër. ekran. Edhe mund të shkoj me Brikenin tani, kudo në përbot, në Kemi sfilatat e saj, ose moment në tjetër punë për qaj të ok? folur, ë? Miri, në bashkë takimin e të shkuar jenë. nise të tregoje pak historinë se çfarë ka ndodhur mes teje dhe Selin që në takimin ton të dytë. Okej, kjo do jetë në një video tjetër, shihemi pas pak. Që në të parin